e shpëtimit të Shqipërisë. Ku lindin mendje përmes mediave, kjo protestë e shpëtoi Shqipërinë nga zhdukja, sepse Ismail Qemali 1912 tha, shtetin e bëm, Shqipërinë e bëm, thot, po të bëjmë shqiptarët. Kjo protestë ka bërë shqiptarët, i ka bërë për me reagua. Kjo protestë i bëni shqiptarët me reagua. Së dyti, ju kujtoj, kjo është protesta e kombit shqiptar, është protesta e rinis, dhe i lutem të gjitha forcave politike të dalë nga mitra për gjakur e partisë Punës, të qëndrojnë larg protestes, turtje zezat të tyre, dhe kush është shqiptare, bishë shqiptari, ti bashkangjitet protestes, e sidomos të punojnë fort zemra protestës që është rinia shkollore dhe universitare. Me këtë rast i bëj thirrje punojësve të shkollave dhe universiteteve, që sindikata e përgjithshme universiteteve të Shqipërisë është shprehur me shkrime me gojë në këtë podium, që është në mbrojtje të protestës dhe në krah protestës. Prandaj çdo punojës dhe profesor që vjen në protestë është i garantuar që nuk mund të cënohet, sepse o vëllezër e motra, jetojmë mes të Europës e jo mes të Afrikës. Pra, dilnin protestë e largon Afrikën që të jemi shqiptarë dhe të bëhemi shqiptarë. Së treti, ju bëj thirrje fermerëve të Shqipërisë të lënë jashtë çdo lloj kujdesi të vjedhur e të masakruar e të dëbuar. Bashkohuni me protestën, se vetëm protesta është shpëtimi juaj dhe shpëtimi i Shqipërisë. I bëj thirrje emigrantëve që vinë për pushime, të vinë në protestë se ta kuptojnë mirë që ato pak lekë që i kanë fituar me gjak, 35% tyre ja vjedh qeveria këtu, sepse narko-euroja, narko-shteti, korupcioni ja ka shplerësuar punën, djersën dhe pronën. Dhe po mbyll si gjithmonë, rroft Shqipëria, rroft rinia shqiptare, rroft Bashkimi Evropian, rrofshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleati strategjik që kur nuk e la Shqipërinë masdore. Zoti ju nderoft. Tani do të vi një aktivist i cili është shoqëruar